Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Me rastin e përvjetorit të eksodit të mbi 400.000 shqiptarëve në Kosovë më 1999, Unioni i Shoqatës Bjeshkatarëve Shqiptare në Maqedoninë e Veriut organizon marsh për kujtimor për të nderuar viktimat e kësaj ngjarjeje dhe për ta kujtuar këtë moment tragjik të kombit. Ky marsh do të bëhet më 6 prill në orën 19:30. Itinerari i marshit do të bëhet në Kaçanek deri në qendrën përkujtimore në Han të Elezit. Kthimi nga kufiri me autobus do të bëhet në orën 14. Pjesëmarrja është e lirë për të gjithë të interesuarit. Gjithashtu, solidariteti për viktimat dhe për kujtimin të së kaluarës i takon secilit brez. Na ndiqni sot më shumë me zotrin Fahri Recepin për të biseduar rreth këtij marshi. Mirëmbrëma të shikues të nderuar, jeni me mua Bjendina Sherifin sonde në emisionin ton Mes Nesh. Emision ky që mundohet gjithmonë t'ju sjell të rehat e fundit në vend, po si edhe në Maqedoni. Sot, për kënaqësinë time dhe tuajën, unë kam nderin të kem në studio Fahri Recepin, është kryetar i Unionit të Bjeshkatarëve në Republikën e Maqedonisë. Zotri Fahri, faleminderit shumë që ndat kohën të vini sot. Faleminderit për ftesën, ishte nesia jonë që ta pranim pozitivisht. Gjithashtu edhe juna. Zotri Fahri, nëse mund në fillim të na flisni pak edhe për fillimet e juaja në këtë union, gjithashtu edhe për dashurinë që lindi dhe admirimin që keni për bjeshkët, si dhe për hiking. Po, Unioni i Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë është një institucion relativisht i ri, është themeluar në vitin 2023, do thot tash diku 15 qershor do të bëjmë plot 2 vite funksionim. Dhe ky union u themelua si rezultati pakënaqësive që kishim ne shoqatat bjeshkatare të Republikës Maqedonisë Veriut, flasim për shoqatat bjeshkatare shqiptare, që ishim anëtare të Federatës së Sporteve Malore të Maqedonisë deri në vitin 2023, dhe të pakënaqur nga përfaqësimi jo në organet udhëheqëse të Federatës, vendosëm që ta themelojmë Unionin e Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë, dhe fillimisht ishin 4 shoqata bjeshkatare që morën iniciativën për ta themeluar këtë union, dhe pas marrjes së iniciativës dhe bisedave me shoqata të tjera të cilët nuk ishin atkohë as edhe anëtarë të Federatës së Republikës Maqedonisë, u bëm 8 shoqata bjeshkatare dhe themeluam me 16 qershor të vitit 2023, themeluam Unionin e Shoqatave Bjeshkatare. Tash pas 2 viteve të plota, në kuadër të këtij unioni veprojnë gjithsejt 14 shoqata ose klube bjeshkatare shqiptare të Maqedonisë në përgjithësi. A ishte vështirë për juve kolektimit të gjitha këtyre shoqatave, krijimi i shoqatave? Pa diskutim, çdo fillim është edhe i vështirë. Për ne ishte mjaft e vështirë që vim deri te ajo që të themelojmë një institucion të tillë, dhe kuptohet edhe më vështirë kemi edhe në këtë periudhë, përderisa ende nuk jemi në thotë si union të barabartë me Federatën e Sporteve Malore të Maqedonisë, që të jemi edhe pjesë edhe e buxhetit nga institucione shtetërore dhe përgjithësi në thotë jemi në ende të pabarabartë në këtë drejtim. Dhe normal se është sfidë për ne, mirë po me kalimin e kohës vlerësojmë se aktivitetet tona dhe punët tona shkojnë në drejtim pozitiv dhe jemi të bindur se edhe për këtë periudhë, pavarësisht statusit ton të pabarabarta që theksova, ne jemi në aktivitetet rregullta, bjeshkatare këtu në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë saj. A mendoni që ose keni shpresë në fakt që një ditë do të keni edhe mbështetjen e barabartë me Pa diskutim se asnjëherë nuk mund të humb optimizmi jonë, se një ditë edhe atë shumë shpejt besoj se do të jemi të barabartë, nga se edhe jemi në aktivitetet tona të përditshme, duke u drejtuar drejt institucioneve shtetërore dhe duke i kërkuar në thotë barabarsinë tonë. Dhe shpresojmë dhe jemi të bindur se një ditë ajo do të ndodhë. Po pavarësisht se ajo kur do të ndodhë, ne nuk ndalemi dhe jemi duke vepruar, ndoshta
më mirë se sa ata të cilët edhe kanë mbështetje, e vërtet. Desha të di si angazhohen grupet e bjeshkatarëve, sa është e vështirë për juve menaxhimi i shoqatave? Secila shoqatë do thotë ka udhëheqësinë e vet, kryesinë e vet dhe ka organet e vet. Ne tash flasim për unionin e shoqatave bjeshkatare dhe ky union do thotë vepron në pajtueshmëri me statutin e unionit të shoqatave bjeshkatare dhe rregulloreve të saj. Për çdo vit kalendarik, do thotë miraton edhe një kalendar të aktiviteteve, ku në kuadër të këtij kalendari bëjnë pjesë me aktivitetet e tyre të gjitha shoqatat anëtare të unionit të shoqatave bjeshkatare, kështu që në kuadër të këtij kalendari, brenda vitit kalendarik bëhen gjithsej mbi 20 aktivitete. Ndërsa në kuadër të aktiviteteve, vetë unioni është bartës i aktiviteteve minimum në 3 aktivitete, edhe atë do t'i kisha dallu ose theksu këtu, se një ndër aktivitetet që është vetë unioni, do thotë organizuesi i aktivitetit, është di kjo 15 ose 16 qershori themi, dita kur është themelu kur ky union dhe në të njëjtën ditë, do thotë shënohen edhe përvjetoret e shoqatave anëtare të unionit. Do thotë në një shoqatë shënon 1 vjetorin, në një shoqatë 5 vjetorin, në një 10 vjetorin e kështu me radhë. Ku jemi tash edhe te themelimi i shoqatës, unionit, më fal. Desha të di si është ideja, si lindi ideja për krijimin e këtij unioni dhe një përshkrim të gjerë. Duke pas parasysh se në Republikën e Maqedonisë Veriut, shoqatat bjeshkatare, ose bjeshkatarët ka pas dhe më herët do të thotë aktiv në do të kisha thënë kampin bjeshkatar, mirë po në mënyrë të organizuar, ato kanë filluar të themelohen në 10 vjeçarin e fundit. Sidomos do thotë në këtë 5 vjeçarin e fundit kanë marrë edhe një hovë pak më të madh, pikërisht me themelimin e unionit të 2 vitet e fundit. Më them gjithashtu në shkon duke u shto interesimi i grupeve të ndryshme për themelu shoqata bjeshkatare. Dhe këtu, nëse para 10 viteve ka qenë një shoqatë bjeshkatare shqiptare, sot përveç këtyre 14 shoqatave që gravitojnë në kuadër të unionit, ka edhe disa shoqata tjera dhe 4-5 cilët ndonjëra nga këto është antare e Federatës Sporteve Malore të Maqedonisë, ndonjëra nga ka edhe shoqata të cilët nuk janë as anëtarë të unionit dhe as anëtarë të federatës. Tash me që përmendëm edhe angazhime, unë e di që në këtë të diel do zhvillohet edhe marshi i paqes nga ana e unionit. Na flisni më detajosh për këtë marsh? Po, në një grup, do të thotë njerëzish nga shoqatat ndryshme në kuadër të unionit, dhe në veçanti njerëzit të cilët nuk bëjnë pjesë në aktivitetet bjeshkatare, do thotë ishte ideja që të organizohet një aktivitet i cili do t'i kushtohet egzodit të vitit 1999. Dhe kështu që ne si union e morëm përsipër që t'jemi organizator i këtij marshi, e cilin edhe titulluam Marshi i Paqes Vllaca 99. Pasi që ne vendosëm të jemi organizator, në ndërkohë arritëm që të gjejmë edhe një bashkëorganizator nga Republika e Kosovës, Instituti i Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, cilët janë bashkëorganizator me unionin, dhe kuptohet, fillum procedurat e informimit të opinionit bjeshkatar, duke i ftuar të gjitha shoqatat bjeshkatare ose klubet bjeshkatare në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Lugin Preshevës, pavarësisht shoqatave se janë pjesë e unionit apo janë pjesë e antarë të federatave të republikave përkatëse cilët shteteve përkatëse cilët i përmendëm këtu. Mandej kemi ftuar nxënës, student, gjithë organizatat e ndryshme jo qeveritare, dhe në përgjithësi do thotë kemi ftuar të gjithë, do të kisha thënë qytetarët ose të gjithë të interesuarit kudo që ata gjenden
në veçanti në Maqedoni dhe në Kosovë, përderisa ky marsh organizohet tam me rastin e përnder të egzodit të Kosovës, duke i përkujtuar në thotë situatën që ndodhi gjatë luftës të vitit 1998-1999 në Kosovë, dhe ku e dim fort mirë se nga kjo luftë, në thotë Republika e Serbisë atë kohë kur ishte pushtuese e Republikës Kosovës, me dhunë i dëvoj shqiptarët e Kosovës diku mbi 1 milion popull, nga të cilët vetëm në pikën kufitare në Blac mbi 440.000. Dhe po ashtu e dim se në atë kohë Republika e Serbisë, në thotë, bëri edhe masakra të ndryshme, si Reçakun, Krushën e Madhe dhe disa të tjera mos t'i përmendim, dhe kështu që vendosëm ne t'i përkujtojmë edhe ata të mbijetuarit që kishin, në thotë, fatin që ta përjetojnë të merin e kampit të Blacës në atë kohë, që është kamp i Blacës, nga se gjendeshte në mes vend të kalimit kufitar, në thotë, Kosovës dhe Maqedonisë, dhe në këtë kamp disa ditë me radhë, nëse zgaboj 6-7 ditë ose 10 ditë, nuk lëshonin që të depërtojnë refugjatët ose të dëbuarit nga shtëpitë e tyre me dhunë nga forcat policore serbe, dhe ati u arrit që të grumbullohen një numër mbi 440.000, ku në mesin e tyre sigurisht se ka njerëz cilët ka ndru jetë dhe gjithë shka që ka qenë e keqe për të ndodhë, dhe ka prej atyre cilët e kam përjetu këtë, dhe besoj se sot mund gjejmë njerëz që e kam përjetu këtë mërë, dhe po ashtu mund të dihet edhe numri i saktë, besoj se ka institucione dhe njerëz tjerë të cilët edhe mund t'i gjejnë këto statistika. Sido që tjetë ne vendosim që për t'i përkujtuar këto, si Unioni Shoqatave Bjeshkatare, të organizojmë një ecje, do të kisha thënë relaksuese ose të lehtë, edhe atë duke filluar me këtë marsh nga qyteti historik i Kushtetutës Kosovës, do thotë nga Kaçaniku, pikërisht për një shtek cilin refugjatët e asaj kohë e kanë ecë pikërisht këtë rrugë, dhe një numër i madh nuk kanë arritur që të binë në kampin e atëhershëm të Blacës, por kanë dalë drejt për drejt në bjeshkët e Blacës, në thotë që ndodhet në Republikën e Maqedonisë, dhe kuptohet nga aty i kanë prit vëllezërit, në thotë, e vetë shqiptarët e Maqedonisë, cilët i kanë strehuar në shtëpitë e tyre. Dhe ne do të kemi rastin të gjithë ato që do të jenë pjesëmarrës këtë diel, të ecim pikërisht shtegun cilën e kanë ecë refugjatët e Kosovës. Kjo është vërtet një iniciativë e mrekullueshme, unë uroj që gjithçka të shkojë me sukses, ndërsa për ju qytetarët, ata të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e këtij marshi ose dëshirojnë të dinë më shumë, të dhënat e këtij marshi dhe paralajmërimet për çdo gjë i kanë edhe në faqen tonë të Facebookut, ku mund të drejtoheni dhe të merrni detajet më të tepërta për këtë pjesë. Ju CKC pjesëmarrësit do të jenë kushdo që po sa për informimin tuaj dhe të opinionit, deri më sot edhe pse deri ditën e nesërme janë të obliguara të gjitha shoqatat, klubet dhe organizatat e ndryshme që thamë jo qeveritare, ta konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre. Në thotë nesër është afati i fundit, mirë po deri më sot kemi mbi 20, në thotë shoqata ose klube bjeshkatare dhe organizatat tjera jo qeveritare, cilët kanë paraqit e kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Kështu që presim të jetë një numër mendoj disa qindra njerëz pjesëmarrës në këtë marsh, që vlerësojmë se do të jetë vërtet interesant, dhe me këtë rast do të kisha apelu të gjithë, pavarësisht moshës, gjinisë e kështu me radhë, pavarësisht se merren ndonjëherë me bjeshkatari, me ecje në natyrë, lirisht na bashkangjiten, nga se shtegu është i përballueshëm për të gjithë. Patjetër, gjithashtu është edhe një eksperiencë e re për ta, të cilët nuk e kanë përjetuar më parë. Pos ecjes dhe marshit që do të bëni, a do të ketë diçka, ndonjë aktivitet tjetër ose ndonjë? Kështu, në kuadër të këtij aktiviteti ne kemi vendosur që të gjithë pjesëmarrësit kenë një uniformë.
kemi theksu në ftesën që kemi bë publike për opinion, se nuk pranojmë në thotë që të kese eventualisht uniforma politike ose uniforma mesazhe politike. Do të gjithë pjesëmarrësit do të jenë me një uniform dhe kemi përgatitur që për çdo pjesëmarrës ketë nga një bluzë me logon e Unionit, me logon e Marshit, Vllasa 99 dhe kur jemi këtu do edhe një herë ta ritheksoj se vetëm shoqatat apo klubet bjeshkatare kanë të drejtë simbolet e tyre ti shfaqin në këtë aktivitet. Mirë po, bluza e Marshit do të jetë uniforme e përgjithshme për të gjithë pjesëmarrësit. Përveç kësaj jemi duke përgatitur një broshurë ku do t'i shpërndahet të gjithë pjesëmarrësve, do të thotë ditën e diel, atëherë kur do të grumbullohemi të gjithë te memoriali, do të thotë në Han të Elezit, ku po ashtu do të thotë kjo broshurë, këto bluza që i përmendëm, do të kenë logon e di organizatorëve në këtë rast, të Unionit të Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare dhe të Institutit për kërkimin e institutin që përmendëm në thotë Prishtinës, që është ko-organizatori i këtij unioni. Zotri Farin, e dim se këto lloj aktivitetesh dhe organizimesh kërkojnë edhe mbështetje, kërkojnë edhe punë shumë të madhe. Pa diskutim. Desha të dija, keni ju ndonjë mbështetje të jashtme, jashtë Unionit që ju përkra? Pa diskutim se po, se Unioni është një organizat jo fitimprurëse, nuk ka në një buxhet përveç antarësimi që paguaj shoqatat antare të Unionit, por për raste të këtilla, do të thotë kërkojmë dhe jemi mirënjohës sepse kemi arritur që të gjejmë gjithmonë donatorë dhe mbështetje financiare, edhe këtë kjo punë që do po bëhet, do të thotë bëhet me mbështetje edhe financiare. Këtu nuk përjashtohen institucionet shtetërore dhe sektori i bizneseve private. Do të thotë kemi arritur që t'i sigurojmë mbështetjen për na i siguru këto materiale, nga se neve nuk na duhen mjete financiare, por na duhen shërbimet që duhet t'i ban dikush, do t'i ban ato pakese e kështu me radhë. Edhe për fund, desha të di, nëse keni ndonjë mesazh për pjesëmarrësit, jo pjesëmarrësit, dikush që dëshiron të bashkangjitet këtij lloj. Mesazhi ose porosia jemi e fundit do të jetë prap një apel, dhe qenë se sot është dita e njëjtë, deri ditën e shtunë ka kohë njerëzit të mendojnë. Mirë po apeloj që sa më shumë na bashkangjiten, do të jetë në interesin edhe të atyre vetë pjesëmarrësve, po edhe ta bën më madhështor, do të thotë këtë marsh, cilin theksoj se për herë të parë organizohet një marsh i tillë për në shenjë përkujtimi të, do thotë, eksodit Vllasa 99. Gjithashtu të njëjtën thirrje ju bëni në televizioni News, që të bashkangjiteni këtë marshi, që të keni një eksperiencë sa më të mirë, po gjithashtu edhe ta bëni këtë përkujtimore sa më të veçantë. Zotri Fari, faleminderit shumë që ju ndat kohën me neve, unë e vlerësoj vërtet shumë dhe uroj që do t'ju kemi prapë përsëri. Faleminderit për ftesën dhe me kënaqësi do të marrim pjesë edhe në ftesa tjera dhe në raste tjera kur do të kemi nevojë edhe ne. Ju faleminderit shumë dhe ju uroj gjitha suksese. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, kjo ishte të ratë që unë kisha përgatitur për ju e sonte. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe shihemi radhës tjetër.